Përshëndetje miq të dashur. Prap me një video pi bjen sikur me thonë rrejtje. Nga ona ime, po nuk është rrejtje, se rrejtjen e dëgjoni ju që tash nga ona e PDK-s për diasporën. Më falni, LDK nuk riqa koka, po qasaj vasoj AK, nuk për njofë këtë zotërije. Po me folë për diasporë shtot, zote e marroft. Pse s'kanë folë para 99 sa bukur shtot? Pse s'kanë folë kër i kanë marrë 3%? O zoti është katërof juve. Që e shoni diasporën. Kur diaspora u shkri për Kosovë, është të shkri për Kosovë, sepse 1,5 miliard e gjys gati, gjdo vit diaspora e vjen në Kosovë. Me dokumenta, për pa dokumenta s'me flasën. O zotit që ka të rofti që e ka folti për diasporën. Vetëm për interesa personale. Shkojmë që. Po është problem o burë, është ka polarizuar skjene politike pa nevojshme. Po çka e polarizuar? Qytetari i Kosovës është e votuar, vetë vendosur. Po le të votojnë më tonë, por 100.000 vota në t'japi Kosovës, 1 milion në t'jap. Po çaj i diasporës mos vjen me flamura, thotë që u ka vjen me bush. E qa kiti kundër diasporës? Qa ki kundër diasporës? A është normal kënjeri mëre? E runa zopi tyne, runa zopi qobanave, runa zopi hajnave, runa zopi kriminelave. Se këto na është veç shqiptarë së është. Një njëre që e shonë diasporën, për mu haj gjak shqiptari s'ka. Qfar e ka, le të zgjidh vetë. Në Kosovë, së zotni. Ka të keqë, mëre. Ka keqë, së është ka polarizuar. Polarizuar. Ajo është grupi i Kosovës ka Për shembull, mashtim flamuri kombëtar nguaj ardh me lut për kombëtarin e Kosovës me që Kosovën kampionat botror. kombëtarja e Kosovës në vjen në të luan. Po tasha. Kur për me orë me lullit le vjet luna. Ik marrë një rand, mërë pis, mërë. Ik marrë një rand. Kur kam nevoj për ta, le të vinë, s'ka problem. Por ndryshe jo. Miq, ju dua shumë respekt. Ju përshëndes se ika. Se me një ronda është probleme pas punë.